Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam mbar të gjithë. Jemi në kantierin e urës së re të Paçallokut, një urë e cila dublon urën që kemi sot, por nga ana tjetër fillon një sistemim të zgjerim të kësaj rrugë hyrëse në qytetin e Shkodrës, duke nisur nga Bërtica. Si është projekti të rrugës? Ky projekt konsiston në zgjerimin e një rrugë me një gjatësi për 1600 metrash për hyrjen e Shkodrës, ashtu siç ta dhiu dhe me dublimin e urës Paçallokut, urës ekzistuese, e cila ka një gjatësi për 180 metra linear, ka dy korsi kalimi për një sens në fakt, sepse ura ekzistuese do përdoret për sensin tjetër. Janë 6 kampata, 6 hapësira. Pra që sqarojmë nuk preket ura ekzistuese, është 180 metra apo jo linear, gjatësia. Ne ndërtojmë një urë paralele e cila do të shërbejë si njëra nga krahët e rrugës. Pra, korsit që do kemi pra në urën e re janë ata që do vinë siç vjen ky krah deri tani drejt Tiranës, duke mos e prekur urën ekzistuese. Pra nuk do ketë ndërhyrje mbi atë infrastrukturë. Do bëjmë vetëm disa riparime të vogla në urën ekzistuese për ta jo për ta prekur, pra jo për ta shtuar mbi të. Okej. Ndërkohë që në pjesën e rrugës ekzistuese, lodhe do të kthehet në një rrugë interurbane, por me element urban, siç janë trotuarët edhe ndriçimi, duke qenë se kjo zonë hyrëse e qytetit Shkodrës është e banuar, mund të themi. Ka dy korsi kalimi për çdo anë, pjesën e gjelbrimit në mes me një gjerësi 1.8 metra, gjithashtu pjesën e trotuarit me një gjerësi minimale 1.7 metra në vendet ku ka hapësirë deri në 2.5 metra. Pra, ta shpjegojmë pak të, ne kemi filluar mobilizimin e kantierit, ndërkohë që ishte aplikuar nga ana e RSH-s për të marrë lejen e ndërtimit, është përdorur ky afat kohor vetëm për mobilizimin e kantierit dhe nga ana tjetër, duke qenë se kemi pasur kërkesë nga Bashkia e Shkodrës për të urbanizuar projektin, gjë që nuk është hera parë që ne e bëjmë, kemi thënë këtë në unazën e madhe, kur ne nisëm unazën e madhe, na është dashur që të bashkëpunojmë më pas me Bashkinë e Tiranës, duke qenë se që gjitha këto vepra pavarësisht se janë infrastrukturë kombëtare rrugore, nga ana tjetër futen në zonat banuara, duke bërë kështu të nevojshëm që të ketë edhe pjesë të tjera që janë të lidhura dhe të ndërlidhura me pjesët e mobilimit urban. Pra që ka të bëjë me trotuaret, ka të bëjë me ndriçimin, nga një herë edhe me zonat gjelbëruara. Janë parashuar dhe pemët gjithashtu. Duhet të them që ky projekt u shtyr me disa muaj, edhe për shkak të aplikimit për lejen, por nga ana tjetër edhe për ta urbanizuar. Pra nuk do jetë më kjo hyrje siç e shikojmë sot, por do jetë e shoqëruar me element të mobilimit urban. Okej. Kuptohet që me përfundimin e këtij projekti, hyrja e Shkodrës do jetë shumë më dinjitoze se sa kjo që paraqitet aktualisht. Edhe më miqësore me të gjithë banorët të sharkë, sepse sot banorët ne kemi parë këtë edhe gjatë studimit të projektimit kur kemi nisur të ngjisëm këtë projekt, që problematika kryesore sot është që mësorët tu nuk kanë ku ecin apo jo, dhe është, domethënë, është diçka që ne do ta përmbushim. Janë parashikuar ndërtimi trotuareve, siç e tham, janë 3 mbikalime të cilat do realizohen për gjatë rrugës. Ura e Paçallokut është një urë, siç e tham, 180 metra, në fakt duhet të shfrytëzojmë mirë këto 3 deri në 4 muajt e verës, ku niveli i ujit është në kuotat më minimale. Gjithashtu duhet thënë që, sepse inxhinierit më shprehu si shqetësim, duhet të rakordojmë pak dhe me hidrocentralet për mënyrën e menaxhimit të ujit, pasi më thonë që çdo ditë ka diferenca kuotash deri në gjysmë metri. Ka lëvizje atë. Ka lëvizje. Inxhinier, si ka ecur puna në kantier në këto ditë të para? Këto ditë të para janë aty si komunikim me kantierin. Po kemi ngritur 3 ditë kantierin, në shkurt të thonë, një të kemi shumë hajë. Gjithashtu është pozicionuar në urën e re, do të gjatë dyshën të ditën e mëdhit, në që të bëjmë shpejt se më në darës të në person. E qartë. Tani, ajo çka ka drejtori është që ju shikoni që ka një nivel të paqëndrueshëm për sa i përket pikërisht për sa i përket prurjeve në lumin ndrim, duke qenë se ka një ndikim shumë të madh e gjithë procesi që ndodh lart në kaskadë pra në hidrocentrale, gjë që duhet ta koordinojmë me njëri tjetrin, pasi nëse lëviz me gjysmë metri gjatë ditës, sigurisht kjo krijon problem për juve që do të ndërtoni këtu. Unë kam parë që dorëzimi është, afati dorëzimit është qershor 2026. Do të shikoj?
besoj që me këto ritme kemi stabilizuar të shtojmë dhe brenda Brenda vitit brenda vjetore të kemi fjalën? Nuk po e themi për momentin se pastaj puna lëvizë nga afat. Nuk duam të Vetë shkrijmë. kjo që na kërcon është E kuptoj. pjesa e rrugës vetë përfunduar. Nuk ka shumë shpronësime, janë 2 objekte që ndodhen në fund të këtij segmenti. Në fillim është një objekt i tretë, por që me plotësimin e dokumentacionit do ecim përpara dhe nuk do kemi pengesa. Shqetësimi që kanë ngritur banorët nuk ka të bëjë më shumë me shpronësimin sesa me po themi bezdisjen që është krijuar ose që do i krijohet këtyre banorëve apo bizneseve që ndodhen përgjatë këtij segmenti. Tani kjo është e vërtetë dhe ne gjithmonë e gjejmë rastin gjatë inspektimeve që të komunikojmë në mënyrë publike me banorët duke i kërkuar atyre mirë kuptimin dhe duke pasur parasysh që gjithmonë aty ku ka kantiere detyrimisht ne kemi një situatë të ngarkuar qoftë trafikut, qoftë të zhurmave apo të plurit, po vetëm se duhet kem parasysh që në përfundim të gjithë pronat e tyre që do të jenë në të dy krahët e kësaj hyrje të re në Shkodër do të kenë një vlerë tjetër. Kështu që mirëkuptimi i tyre na duhet në këto momente. Gjithë proceset e shpronësimit do të bëhen sipas ligjit në fuqi. Nga ana tjetër, i gjithë grupi që punon këtu duhet tregohet i kujdesshëm për të krijuar sa më pak probleme dhe shqetësime tek banorët, por unë jam e sigurt që do kemi mirëkuptime siç e kemi pasur në gjithë kantieret e tjera, dhe ajo çka tha kryeinxhinieri këtu është lajm shumë i mirë. Unë nuk dua që para se ju të nisni punën dhe të vlerësoni gjithë situatën që ta themi pra si një fakt, por shpresojmë që mos të jetë qershori, siç është afati kontraktual në momentin e dorëzimit të kësaj vepre, po të jetë shumë më përpara. Inxhinieri tha që do të jetë fundi këtij viti, unë po them edhe nëse është pranvera, që është sërish para afatit kontraktual, do të jetë shumë mirë pasi në verë në zonën e Shkodrës, pra hyrja e Shkodrës është një zonë që afektohet shumë edhe nga trafiku i turistëve, të cilët vinë nga Malizia në Shqipëri, apo edhe anasjelltas. Shumë mirë. Ecuri e mirë për ditët e para të kantierit, mobilizimi duket shumë i mirë, problematika nuk kemi, kërkesat e Bashkisë Shkodrës për mobilim urban të kësaj vepre po mirën parasysh, kështu që me krah të lehta punë të mbarë dhe do shihemi në 2-3 muaj në vazhdim kur të keni një ecuri konkrete këtu në kantier. Faleminderit për sot.